Do vazhdojmë të trajtojmë çështjet mjedisore që janë jetike për shëndetin tonë, nisma të shumta për mirëmbajtjen e oborreve, kopshteve në pranverë në këtë fazë të vitit ne I shohim të shumta, por ato zakonisht janë për oborre private që janë të izoluara shpesh me mure, ndoshta diku të I dukshme, diku janë edhe me mure betoni, pra I kënaqin syt veç ata njerëz që janë brenda atij oborri, por nuk I shohim këto pamje edhe në hapësirat e përbashkëta publike të cilat duhet I gëzojmë. Madje ka një tendencë gjithnjë në rritje që ta dëmtojmë hapësirën e përbashkët publike, siç e thash, shpesh ne kujdesemi edhe për balkonet e vogla që kemi në për banesa, në për oborret që I kemi në për shtëpi, por jo edhe për te pragut të shtëpisë, atë çka është shumë e rëndësishme që na shohin edhe të tjerët, edhe të huajt, edhe vizitor. Komuna e Kaçanikut, një komunë e vogël, na sjell shembuj të mirë. Sot ka ardhur Altina Gjini nga Kaçaniku për me na tregu shembuj të mirë të një kompanie ku ajo punon atje, se si japin modele të mira për me mbajt kopshtet pastër, bukur, me shije të rregulluara. Sigurisht kanë pa modele edhe jashtë. Altina, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. A e ke oborrin tënd ti të rregullon? A ke shtëpi apo banesë? Kam edhe shtëpi dhe banesë. Unë jetoj për momentin në Prishtinë, Kaçanik kam shtëpinë, po definitivisht shtëpinë më mirë se banesën. A keni puna e oborrit? Po, fiks. Edhe ka kjo ide për me më marrë me këtë kompani që Gardenbau apo që bjen në Shqip me përkthy? Fiks I bjen punë kopshte kështu tamam. Edhe do të thoni pash disa nisma që në pranverë ta tërheqin syrin shumë, e bukura gjithmonë e tërheq syrin, edhe nga kjo ide për me u marrë me këtë punë? Fillimisht nështë është pak edhe ajo sot e doni diçka, nuk është që ka rëndësi rrethonat për me të pru deri në qatë pikë. Po e kom dhënë veten si 14 vjeçare, 15 vjeçare, ambientaliste në për rrugë, me nisma për me mbledh për logo, me marrë qytetin pastër. Edhe tash, domethënë këta pronarët e kompanisë veç janë edhe pak, jemi edhe familjar kështu. Edhe kom thënë, okay, pse jo, shumë diçka e mirë. E kom lidh pak edhe profesionin tem, domethënë me bëni diçka që mu më pëlqen me bëj që lidhet po ashtu edhe me ambientin, se më bjen me komuniku me njerëz, profesioni jam është që me kon pak më afërt me njerëz. Unë jam ajo që mirëna me klienta, domethënë kontakti I parë me klienta vjen tonë, mandej për punën e mrekullueshme janë djemt atje që e kryejnë. Djemt e rregullojnë. Këto modele ku I kanë pa? Ta ka punu dikush prej tyre jashtë Kosovës, I pash modele shumë të bukura në internet që I kishit? Mendoj është përvoja që bën me eksperimentu edhe me pru sene të reja. Këta djemt jem të dy vllazën, është Halili dhe Halime. Edhe punojnë, domethënë këtë punë prej vitit 2006 deri në 2015 e kanë punu ashtu të kohën. Nuk kanë qenë jashtë asnjëherë. Apo veç vizita. Kanë mujtë me kohën ko pas kohë, po jo si një vend që o në pomë. Punë e kisha I fjallën. Jo, dhe me thëmë punën këto është. Edhe më ndej prej vitit 2015, kur e kam pas që ja kanë marrë dorën, ashtu si shtojmë na, edhe kanë kriju kompaninë, edhe nuk e nale dhe s'po nale. A kanë kërkesa për me rregullu oborret atje në Kaçanik? Kërkesa është shumë e madhe. Na nuk punojmë vetëm në Kaçanik, na punojmë në krejt territorin e Kosovës. Puna më shumë është të fokusuar në madje në Prishtinë. Edhe pse prej Kaçanikut na bjen këto pak më shumë. Një komunë e vogël me na dhanë mësim kaq shumë, për shembull Prishtina ka shumë nevojë me marrë mësim. Një mirë e Kaçanikut është që nuk kemi beton shumë hala. I kemi malet hala shumë të bukura. Mendoj se do të mundi mu edhe pak hala me majt edhe ma pasër, po për ndryshe një mirë e sajna është që jemi të mundu me majt qëllëprimin hala. Po, Altin, këto kopshte që I kom pa të ju ishin vërtet mira, por a mundeni ju me bo përpjekje taza me komuniku me institucionet ose këta që janë përgjegjës që çato gjelbrime, çato gjërat e bukura t'i bën edhe në hapësira publike? Tash nuk më me thonë që kam informacione mjaftueshëm, po nuk e di nëse mundet mu nisi një kërkesë prej një kompanisë, se tash çdo kusht tjetër e mendon se një përfitim për neve. Na punë kem më shumë kërkesë sa që po mëna me kry punë, domethënë për momentin çaq është kërkesa e madhe. Po unë mendoj që vetë komunat, vetë shteti duhet me bona në aplikim, me thonë që na si komuna mungon hapësira gjelbër, na mungon mirëmbajtja hapësirës gjelbër nëse e keme, se ka shumë raste që është kriju një hapësirë gjelbër edhe nuk është mirëmbajt mandej,
edhe është kthy në shkretir, dhe me thonë është ta barin, po, fiks. Altin, këto punë që bëhen në këtë kompani, këta djemët me mendje të mençur, sigurisht investojnë edhe në dijen e tyre vazhdimisht, se si me bë modele ndryshe, si me përgatit me pranverën. A keni kërkesa më shumë për pranverë? Po, zakonisht po, se në pranverë, dhe me thonë, fillojnë edhe mbjellja e luleve, ndrojnë do me thënë disa gjana në kopsht, mandej është ma shumë veç mirë mbajtje, edhe pse ka për kërkesë të përgjithshme, do me thënë gjatë gjithë vitit, po në pranverë është pak më e madhe, puna që është e fillojmë ashtu, jo mbjellim lule kësi gjana tjera, mandej është pak më shumë edhe veç me mirë mbajtje. Po, a ka rëndësi shumë edhe si kulturë të kultivohet, të zgjerohet pak më shumë në mesin e qytetarëve kjo punë? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme, për vetë faktin që natyra është shumë e rëndësishme, edhe që duhet me kushtu rëndësi. Është një diçka që përderisa neve në përna i knaqë synin kur pi bojmë në përborët tona, që saksisht na kur pi bojmë në përborët e të tjerve, mendoj që duhet më bo pak ma shumë për më bo qyshet seke dhe të në fillim pak ma largë borët shpis. Po, sepse sa dalim për e borët ne shojmë një pamje krejt ndryshe që është psiqike, është një ndikim psiqik, apo jo? Janë dy botat të ndryshme. Unë e ndryshe jam për shembull kur shkoj në Kaçanik, ndryshe jam kur të vim në Prishtinë. E sigurt ti për shkak të punës të vjen me ndajt më shumë këto, kështu që shëndetin pak më të rënduar mund ta kesh këto. Bile e kam edhe një hajgare kështu, e them kur shkoj në Kaçanik, po më nxjihet fryma prej ajrit pas. Se si jam mësuar najt në Prishtinë. Atje keni edhe përparësinë e maleve. Sa mirë, Altin e dashur. Është zor pastaj për ata që e bëni ju, ndërtoni për shembull një kopsht prej zerës por me mirë mbajt vetë ata, apo ju konsultojnë vazhdimisht? Në shumë raste, kur veç e krijojmë një kopsht, do me thonë rregullojmë një kopsht, e bëjmë edhe mirë mbajtje, mandej që varësisht çfarë do marrëveshje që bëjmë, shkojmë një herë në javë, ose sido që të jetë. Do me thonë e përcjellni. Po. E mirë mbajmë na kopshtin, e mirë mbajmë sistemin e ujitjes, çdo sa do me thonë është në dorë tona. Ka edhe raste që veç e kryjmë punën dhe mandej e mirë mbajmë vetë. Po, a është vështirë? A është një, do me thonë varësisht çfarë lloj kopshti ndërtoni, po? A vështirë me mirë mbajt? Me mirë mbajt nuk isha me thonë që është vështirë, po nështë për shkak të obligime, seneve, dhe din që po, nuk kanë kohë, mundet mi ujiti çka, tash janë edhe pak të ndihshme edhe në këto sene. Tash është vera, një dielli madhe, për shembull çosheva ditë lule ditën ose diçka, është e rëndësishme me ditë. Lulesh nuk duan diellin shumë ose nuk e duan ujin shpesh. Fiks. E për çto sene edhe nështë për uni pak më të sigurt edhe pak mungesa e kohës që se kanë kohën e lirë. Atëherë bëjmë edhe mirë mbajtje në ty. Me tregu drejt Altin, unë du me i pa këto kopshtet e mira kështu, po hiç nuk jam e zonja më kujdes për lulet, jo pse nuk dua, po pikrisht për këtë që the për punën e kohës, kështu që është gjëra që thuhet, nëse nuk kujdesesh me i mbajt fort lule. Pak lule kam unë në shtëpi. Në banesa ke pati balkone të bukura? Unë jetoj në Dardani edhe nuk është më kanë zonë synin a i banes me thënu, sa bukur. Zakonisht janë do në katët e para, që e kanë në cop o borë ashtu, po shumë pak e rallë. E te a ki të shka në balkon? Në balkon një u kom pas mrena, mi ka shkatru maca, kështu që më ka desht me njek. Tash për momentin jo, pi moj vezëm fshat. A ki macën ende? Jo, që një muj se ka mas. Mirja, pas ke bo, sepse nuk është mirë maca me nëj prishlumet. Altin, çka me i sugjeru njerëzve tonë që kanë kopshte vetë? A mundën ata vetë me njës diçka pa një kostot madhe, për shambull? Me bo për te jo borët shpiz diçka? Pa tjetër që po, unë menoj që krejt më në me bo diçka, edhe nuk është, po e thoma ashtu nuk është nej filozofie madhe për me i nejt gati natyre, se natyra funksionon vetë. Unë menoj që veç duhet me dasht parimisht, kur e dënë diçka, mandej mund është me punu dhe me gjetë rrugën më të lehtë për me bo qatë sen. Edhe po, mundi me bo, veç du të më bo si shoqni bashkë, se nëse unë e marrë një vendim vetë, për një diçka që neve krejt si shoqni. A është vështirë me u bo na si shoqni bashkë, po duket vështirë me be me bashkë. Në me thonë ashta më në më bo bashkë për një diçka shumë banale, po kur vjen puna për një diçka shumë të mirë dhe shumë të rëndësishme është vështirë më bo bashkë. Sepse ti tashe pas ke këtë përvojën kur ki qenë më herët në punën tënde që ke marrë pjesë në punë vullnetare për të që the grumbullim mbeturinave, vedesime, të gjitha ato. Dhe atër sigurisht i ke pas të barjera. Po, jem kanë shumë e rejt, pak të unë jem kanë nuk është që më ka përziti kush bënë, ose mëse bënë, po ka pas raste që e keni prej njerëzve
po më thonë shtëpisë përderisa s'paguash çapo bën kështu diçka. Po. Domethënë është mentaliteti që na mas pari më ndryshu e tani mandena me u bë bashkë për me bë diçka të mirë. Për shembull në Amerikë punohet shumë më shumë në punë vullnetare sepse pas një kohe ju kthehet një shpërblim për atë punë që bëjnë. Këtu të ne gjithçka shohen në raport me parën ose pagesën. Shembullin e Altinës duhet ta ndjekim të gjithë. Altin, çka ke ti tash në projekt, për shembull kur pin kafe me shoqët e tua, ti diskuton çështjet e mjedisit apo? Po, tërkohën. Flasim për pipat lula. Qa thon ato Altin, na lodhe me këto pipat e lula? Po, tash edhe pranvera vallojmë po ndikojnë. Edhe ja ka nis me miell, është një farë influencë që kom po miellin lule në përbanesa, në përshpia, tani e bleva një qështu, e miella, jo mu tho, jo s'mu tho. Çka me bë, qësh me rrë? Ma betet të mëngjesit janë për lula. Shumë faleminderit Altin e dashur, sa mirë që të kemi ty e shembuj të tillë edhe ata djemt Halili edhe? Halimi du me i përshëndet shumë, sepse shembullin e tyre duhet ta kemi shumë të tjerë, se si kanë nisur punën nga një gjë shumë e vogël dhe kanë ndërtuar një kompani tashmë të madhe që kërkesa ka shumë edhe për me zbukuru gjitha hapësirat tona, por Halimi edhe Halili duhet bëjnë një nismë tjetër, ndoshta na dëgjojnë ata, që të dalin të bëjnë rregullimin e kopshteve ose hapësirave për te mureve që kanë këta klient për shembull. Po. T'ju vëni kusht. Nëse doni me bë kopshtin, edhe disa metra për te kopshtit. Ti investojnë edhe aty, bëj pak shaka. Faleminderit shumë Altin, ishte shumë kënaqësi me të pasën këtë mëngjes, të kushtojmë bashkë rëndësi çështjeve mjedisore. Shumë faleminderit ty për mundësinë, seriozisht përgëzoj për tema që po i zgjedh me diskutu, që janë tema shumë të rëndësishme dhe na ndikojnë krejtëve si qytetar. Shumë faleminderit e kënaqësi gjithmonë. Dëgjues dashur, bisedua me Altin Axhinin nga Gardenbau, një kompani që bën rregullimin e kopshteve në shumë qytete të Kosovës, vjen nga Kaçaniku, një komunë shumë e vogël me një shembull shumë të mirë, të gjithë duhet të kujdesemi për mjedisin, ka nisma të shumta pra për mirëmbajtje të oborreve të kopshteve, por jo edhe në hapësirat publike që është shqetësimi përbashkët të yni.